Qka është nata e Kadrit të nderuar xhamatli, ose që nata e bereqeshme, nata e bekuar, thot Zoti fuqiplot se në të përcaktohet fati i çdo gjëje, i çdo sendi për një vit. Të përcaktohet fati, zbresin, që do të flasim inshallah edhe para namazit taravive për surën Al-Qadr, sot po flasim surën Dukhan, pra zbresin të gjitha ligjet Allahu fuqiplot, u ashpalos ato ligjet janë, se Allahu i ka krijuar neve, ka kriju këtë botë dhe ligjet tash vetëm shpalosen, se janë krijuar ato moti. Deri çka ka qenë, çka është edhe çka do të jetë, deri në ditën e gjykimit. Edhe thot, deri për një vit u shpalosen me lajkeve detyrat se çfarë do t'i kenë. Allah inshallah na e pranon ya Rabbi. Po është një myshë e madhe për gjithë neve të nderuar xhamatli. Na e përsërisim shpesh me xhamat që i kem të rregull, edhe po ju them të gjithëve që thot agjerimi ndërmjetëson te Allahu fuqiplot për robën e tij. Thot o Zot e ke lënë pa ngrën, pa e kam lënë thot pa ngrën, pa pirë, pa kështu, pa ashtu. Thot ma bëjt mundur të ndërmjetësoj edhe shpëton. Kur t'ja bën mundur Allahu të ndërmjetëson, dine që ai person shpëton. Edhe neve po mojmë myt, ka një guri, ka pakt, tona veprat ka pak me emrin e Zotit, t'jemi të shpëtuar edhe për xhenetlive inshallah. Edhe po me emrin të Allahut. Pra thot, në këtë natë planifikohen të gjitha urdhrat, të gjitha gjërat për një vit. Fiha yufraku amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa as-samiul alim. Domethënë janë urdhra që vinë nga neve, urdhra që vinë, pra Zoti xhaleshanu po thot urdhra që vinë nga neve, që vinë nga madhëria e tij për të gjithë këtë planet, çka e shohim ne, po edhe çka nuk e shohim. E kjo është gjatë për një vjet. Çdo vjet, natën e Kadrit, zbresin urdhrat të Zotit fuqiplot që duhet të zbatohen me përpikri brenda kësaj kohë ose brenda një viti prej Ramazanit deri në Ramazan. Inshallahu ta'ala në të regjistra në këta urdhra, emra tonë janë të shënuar për mirë, e për falje, e për mëshirë, e për fat, e për lumturi, e për çdo gjë të mirë që e përcakton Allahu fuqiplot për neve inshallah. Tani të nderuar xhamatli, jemi në prag të iftarit, do i bëjmë pak lutje kusmet prej Zotit. Allahu na ndihmoft ya Rabbi. Xhamatli të nderuar, besoj një pjesë e madhe ju vjen dim, ndoshta një pjesë e vogël nuk e dim, por megjithatë e kem për obligim që t'ua rikujtojmë, sepse rikujtimi thot Allahu xhaleshanu sjell dobi për të gjithë neve. Ramazani ndërlidhet me vitrat, domethënë ndërlidhet me dhënien e vitrave, si pastrim për neve, nga ndonjë fjalë e keqe, e fiqiri, keq, ndonjë diçka, pastrim për agjërusit edhe ushqim për të varfrit ose për fukarat. Prandaj neve kemi obligim secili ta nxjerr një vitër për veti, po edhe për anëtarët e familjes së tij, që si vjet është $15 minimumi, e tutje mund të vazhdoj njeriu sa të doj, sa t'i ka mundësi. Prandaj, inshallah, domethënë si xhamia, si çdo herë, e cila bën grumbullimin e tyre, po edhe në njëjtën kohë, edhe shpërndarjen e tyre në vende aty ku ka më së shumti nevojë. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftart. O Zot, për ty agjeruam, në ty besojmë dhe me të mirat e tua bëjmë iftar. Amin. Bon iftar, Zoti kabul na boft ya Rabbi.